Prokuroria Publike Themelore e Shkupit ka kërkuar që kryetaria e qytetit e Shkupit Danela Arsovska të bashkëpunojë me ta nëse ka dëshmi që e lidhin me krim kreun e komunës së Çajirit Vesa Arganiu. Nga prokuroria thonë se janë duke vepruar, megjithatë kërkojnë të dhëna të qarta dhe të sakta për parcelat ku supozohet që janë ndërtuar objektet pa leje për të cilat flet kryetaria e qytetit. Prokuroria Themelore Publike e Shkup është duke vepruar në bazë të njoftimeve të marra nga SBB Shkup dhe ka dhënë disa urdhëresa në bazë të së cilave tani më po veprohet. Nëse kryetaria e komunës si zyrtare ka njohuri për vepër penale, ajo e ka detyrim ta denoncojë atë dhe të bashkëpunojë me prokurorinë dhe të tregojë cilat janë parcelat ose objektet konkrete ku ka ose janë të ndërtuara në mënyrë të paligjshme. Kjo është e patjetërsueshme në mënyrë që prokuroria të mund të veprojë dhe të parandalojë prishjen e provave dhe fshehjen e tyre. Thonë se janë duke punuar edhe për të zbuluar kërcënimet ndaj Danela Arsovskës. Lidhur me kërcënimet, Ministria e Punëve të Brendshme është organ që ka kompetenca direkte për të siguruar jetën dhe sigurinë e qytetarëve dhe për të zbuluar dhe parandaluar rrezikimin e jetës së qytetarëve. Prokuroria është e hapur që përmes prokurorit kujdestar të dëgjojë kryetaren nëse ajo dëshiron, pa humbur kohë. Kanë kaluar tashmë 2 javë prej kur ka filluar seria e denoncimeve publike që Danela Arsovska bën për ndërtimet pa leje që ajo supozon se janë bërë në Çajir. Në vigjilje të kësaj ajo ka publikuar edhe disa kërcënime që supozohet se i bëjnë zyrtar të lartë të komunës së Çajirit.